madhësisë së saj. Edhe se a ka ndonjë të keqe, apo ndonjë sëmundje që e godet njeriu në këtë botë, por edhe në botën tjetër vetëm se shkaktar janë mëkatet dhe gjunahet. Vazhdon Ibn Qayyim në fjalën e tij, Allahu e mëshiroft thotë: kush është ai i cili e ka nxjerrur Ademin alayhis salam dhe Havon nga xheneti, nga ky vend i begatisë, i rahatisë, i dashurisë në vendin e fatkeqësive, të hidhrimeve, të brengave, të mërzijeve. E ka për qëllim jetën e kësaj bote. Kush është ai i cili e ka nxjerrur Iblisin nga mëshira e Allahut deri tek mallkimi i tij, nga besimi dhe deri tek mosbesim tek ai. Çfarë e shkatërroi popullin e Nuhit alayhis salam, derisa uji u ngrit mbi majët e maleve dhe çdo gjë e shkatërroi. Çfarë e solli erë shkatruese tek populli i Adit, derisa trupat e tyre u hodhën të vdekur sikurse që të ishin trungje të pavëve të rrezuara. Çfarë e solli britmën shkatruese tek populli i Themudit, derisa zemrat e tyre u coptuan nga krahërorët e tyre dhe çdo gjë vdiq. Çfarë e shkatërroi Firaunin, parinë e tij, e çfarë fundosi Karunin pasurinë dhe shtëpinë e tij. Thot Ibn Qayyim al-Jawziyyu, Allahu mëshiroft, nuk janë asgjë tjetër vetëm se të bërit mëkat Allahu te bareke ve taala. Të dashur vëllezër besimtar, në zamanin tonë, në kohën tonë bashkëkohore, dhe veçanërisht nga të rinjt tanë fatkeqësisht, çështjet e mëkateve është çështjen e gjunaheve sikurse është zbejë. Dhe shohim se nuk i kanë dert. Tahsabunahu hayyin wa huwa 'inda Allahi al-'azim, thot Allahu, ju po konsideroni një gjë që është shumë e vogël, shumë e vogël, për te Allahu është shumë i madh. Saqë ndonjë njeri ka mundësi dhe thot përderisa unë i përfundoj dhe i përmbushi 5 kushtet e Islamit, e 6 kushtet e imanit, atëherë çështja e mëkateve, çështja e gjunaheve është një çështje shumë e lehtë. Edhe se Allahu është falës, Allahu është bujar mbi fal, të dashur vëllezër. Ky mentalitet dhe perceptimi këtyre njerëzve është i gabuar. Ne e dimë më të vërtetë Allahu është falës, është mëshirues, është bujar, por në të njëjtën kohë edhe është dëshkues i madh. I'lamu anna Allaha shadidul iqab wa anna Allaha ghafurur rahim. Fa Allahu dina, që në vëmendje urdhër se Allahu te bareke ve taala e ka dënimin shumë të madh, por njëkohësisht është edhe falës. Thot Allah në surën Al-Hijr: "Nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna 'adhabi huwa al-'adhabu al-alim." Njoftoj robët e meson jam falës. Unë jam mëshirues shumë i madh. Me kaq vëllezër përfundon ajetin? Jo. Ajeti tjetër vjen dhe thot Allahu te bareke ve taala: "Por njoftoj edhe robët e meson dëshkimi jam shumë i madh." Për atë vëllezër besimtar, këshilloj ditën time dhe juve që çështjen e mëkateve dhe çështjen e gjunaheve mos ta morrni një çështje shumë të lehtë, se tek Zoti unë plotfuqishëm është shumë i madh. O vëllezër, a dini se një mëkat i vetëm ishte shkak që sahabët ta humbin betejën e Uhudit? Pejgamberi sa më tha mos zbritni nga kodra. Ata zbritën nga kodra. Është kundërshtim i urdhrit pejgamberit alayhis salam. Dhe si shkak i kësaj ata e humbën betejën e Uhudit dhe u vran 70 prej tyre. O ju vëllezër, një mëkat i vetëm ishte shkak që një grua të hynte në zjarr të xhenemit. Një mëkat, po, me citat profetik ca, ku tha pejgamberi alayhis salam se një grua e kishte një mace, e kishte futur në shtëpinë e saj. Nuk i dhënë ke më hangër dhe as me pi, por një të njëjtë kohë as nuk e lente të hante nga insektet e tokës, nuk e lente të lirë nga shtëpisë. Dhe Allahu e gradoi me xhenem, Allahu na ruaj. O vëllezër, një mëkat i vetëm Allahu azza wa jall e largoi Ademin alayhis salam nga xheneti. أثى إمام الأوزاعي: لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من تعصيه. فمos shiko në vogëlsinë e mëkatit. Mos shiko se është i vogël mëkati, jo. Por shiko kujt je duke bërë mëkat. A mendon, a logjikon? Kujt je duke bërë mëkat? Sundimtarët, krijuesit e gjithësisë. El-Malik, ai i cili ty të krijoi. Ta dha shpirtin, gjuhën, gojën, syt, duart, këmbët, të gjithë gjymtyrët e trupit, për çka Allah i dashur besimtar? Vetëm që ti ta adhurosh Allahun azza wa jall dhe e merujt veten tënde të brendshme dhe të jashtme nga mëkatet e gjunahet. Vëllezër, koha verës erdhi. Kur shikimi jot,
Ku është ulja shkrimit tonë? Ku është vëllezër? Po Allah neve na porositi me ulje të shikimit. Pasha Allahun vëllezër, siç kanë thënë dietarët se njeriu besimtari muslimani nuk ka mundësi me humbë ëmbëlsinë e namazit, ëmbëlsinë e imanit, e të besimit ndaj Zotit dhe pejgamberit alayhis salam, vetëm se shikimin e tij kur ta dërgon në haram Allahu na ruaj. Por dije, nëse ti duke bërë mëkat Allahu te bareke ve taala, me gjuhë, gibet, porgojem, dora jote ndoshta diçka tjetër, këmba jote shkon haram, syri jote shkon haram, dije se patjetër kemi u ballafaqu me pasoja të mëkateve të gjinave. A dini vëllezër se sa njeriu ankohet se shkak i mosfurnizimit? Shumë njerëz. Po a din ata që shkaku i humbjes të bereqetit është edhe mëkatet e gjinahet? Mëkatet e gjinahet vëllezër e dërgojnë njeriu në përullsi. E bëjnë të nënshtruar. Njerëzit nuk ja bëjnë mal. Ka thënë Abdullah ibn Mubarak në një poezi: "Ra'aytu adh-dhunuba tumitu al-quluba wa qad yurithu dhulla idmanuha wa tarku adh-dhunubi hayatu al-qulubi wa khayru li-nafsika 'isyanuha." Fa kam pa dhe kam vrej se mëkatet e gjunahet e vdesin zemrën. Dhe bërja e mëkateve në vazhdimsi e dërgon njeriu në varësi dhe në dëshpërim, dhe lënia e mëkateve është gjallëri për zemrën. Wa khayru li-nafsika 'isyanuha, për ato më e mira të mirës tënde është ti të lësh mëkatet dhe ti të lësh gjunahet. Dije vëllai i dashur besimtar, se mëkatet të dërgojnë në vetmi largim ndërmjet robit dhe Zotit e tij, por edhe ndërmjet krijesave në përgjithësi. Shikoni vëllezër, jetë reale. Një njeri i cili është i devotshëm, bën namaz, bën punë të mira, fytyra nuk i bën atij. Mashallah, e dojnë edhe njerëzit. Jo vetëm që e don Zoti te bareke ve taala, por e dojnë edhe krijesat. Se Allahu te bareke ve taala urdhëron me lagjën kur Allahu e don një rob thot, unë e du që do, shkon e duni edhe jo, por të përhap në dashurinë edhe ndërmjet krijesave në përgjithësi. Ka thënë Ibn Abbasin në një fjalë të tij: "Veprat e mira kur t'i bën besimtari muslimane, këtë janë nur, këtë janë dritë. Namazi që je duke bërë është dritë. Pasha Allahu në madhrum, hapat e to të cilët kjo në xhami janë dritë. Abdesi të cilët ti e ke marrë janë dritë." Tha pejgamberi alayhis salam përgëzoi besimtarët dhe muslimanët ata të cilët marrin abdes ashtu siç do në ditën e gjykimit, do të vrejnë, do të dallohen nga të tjerët me shenjat e abdesit. Allahu akbar. Dhe jo vetëm kaq Allah i dashur, pejgamberi alayhis salam tha: "Bashiril mashaiina fi dhulami ila al-masajid bi nuri tam", përgëzoi ata të cilët kur shkojnë në xhami në rësirën e natës me një dritë të plotë, me një dritë me nuri të madh. Dhe jo vetëm kaq, pejgamberi alayhis salam neve na mësoi se kur të vijmë deri në xhami, se si të shtyjmë mëkatet tona, gjunahet tona me namazin tonë të cilën e bëjmë. Pejgamberi alayhis salam vëllezër xhamia e tij dhe shtëpia e tij ishin gjithë, por e bënte një dashë çdo herë. Dhe thotë: "Allahumma ij'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi qalbi nura, wa 'an yamini nura, wa 'an shimali nura." O Zot, jep më dritë në fytyrën time. O Zot, jep më fytyrë në gjuhën time. O Zot, jep më fytyrë djathtas dritë, majtas dritë, para dritë, brapa dritë, dhe në fund thonë pejgamberi: "Allahumma ij'alni nura." O Zot, bën dritë këtë mua. E besimtari është dritë këtë vëllezër. Fytyra jote të bën dritë. E pëtën Hasan al-Basrin, që ka kebe që këta njerës që po falën, po bojnë dritë. Tha po, ata ngritën, vetëmuan, natën, Allahu në zogjën dhe Allahu ju dhëron prej dritë të stina. Allahu në mundëso prej të rëpëma ja Rabbil Alamin. Do të ashtë në vëzër, kur njeriu t'i bën me katë Zotit e ti, me katë të shtohen, zemra e njeriu të bëhet e pavëmendshme dhe e ngurtësuar. Tha pejgamberi alayhis salam: "Inna al-'abda idha akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sawda." Kur robi i Zotit më katon, në zemrën e tij ngulitet dhe bëhet një njollë zezë. Nëse bën istighfar, largohet ai njollë. Në qoftë se nuk bën istighfar, nuk kërkon falje tek Allahu, ato njollat e zeza shtohen derisa është në përputhshmëri kjo fjalë në Allah tek çështat Allahu azza wa jall: "Kalla bal rana ala qulubihim." Jo. Ata fjalën e Allahut, fjalën e pejgamberit alayhis salam nuk janë duke ndëgjuar. Dhe zemra atyre është bërë ndryshme. Të dashur vëllezër, na është transmetuar një ngjarje në kohën e një imamit të madh, një dietari të madh, Ibrahim ibn Adham. Një djalosh ka qenë i preokupuar me mëkatet e gjunahe. Ka shku te ky imam dhe i ka thënë: "O imam,
Unë jam të bo me kate dhe